A i ruan hala traditat e familja jote për Bajram? Është jo vetëm familja ime, po është shumë e dobishme dhe shumë e vlefshme të ruhen traditat që janë të lashta, qysh nga stërgjyshet tanë është mirë të përcillen edhe brezat e ardhshëm. Tregom çka nuk mungon kur gjo në sofrën apo thillen e Bajramit, ditën e Bajramit, na ju ushqeni çka specialitet që keni familja jote dhe që nuk mungon asnjëherë. Specialitet që nuk mungon asnjëherë. Po, përsi të Bajramit. Ajo është gjithmonë është tradicionale, ka qenë jahnia, pa ta s'bën hiç. Tjetër, a kena sen tjetër? Ndoshta edhe për ëmbëlsira ravania. Na i thojmë ravani që është këtu, nështë ta shpitoj një ravania, kështu, i thojmë ravani. Edhe na mungojnë gjithë ata që kemi pas për shpirti, e nuk janë, po shpresojmë që na t'i lëmë dhe na gjeneratat e reja, se jeta shkon që është të vazhdon. Gjithë shkon prite për qëllë, shkon maturit. E tregom, a ka ndryshu tash festimi Bajramit tash edhe atëherë? Ka ndryshu besa bukur me të madhe. Kur e thëm bukur me të madhe, thëm seriozisht tash po e thëm në atë aspektin tamam kështu. Për arsye se ka qenë nashta një jetë pak mas kamnore, ma kështu ma solide, mirë po ka pas një harmonie, ka pas një shije jeta ke tjetër. Tash si duket në momentin që kemi bërë gjitha, kemi shumë, aq kemi edhe tepër që tamam është ajo fjala që e thot popullore, kur del tombli për shesh, ja nisim me stërpik me ta. Jemi të stërpik me ta. E tregom, a ma mirë baklov a torta dyat për Bajram? A që ma kujtove? Ishko pashku tha njëni me najtë e motra, i thët vla, thët që kësuva qirë dhe për të vesët, a për dënë mishe pasull, a mishe lakna. Pse bre motra tha si kira dy të njera. E të më thëmë për të jenë dyjat. Po normal.